Mbulesa e Qabes, simboli ndërtimit dhe historisë islame. Në zemër të Mekës, qëndron Qabja e mapnueshme, shtëpia e parë e adhurimit të Zotit në tokë. Por ajo që bie menjëherë në sy, përveç formës së saj madhështore, është mbulesa e zezë që e rrethon, Kiswa. Kiswa nuk është thjesht një copë lhure. Ajo është një simbol i nderimit, i përulësisë dhe i historisë së gjatë islame. Çfarë është Kiswa? Kiswa është mbulesa prej cope që vesh Qaben nga të katër anët dhe pjesërisht nga lart. Ajo është e punuar prej mëndafshit të zi natyral, e zbukuruar me ajete kuranore të qëndisura me fije ari dhe argjendi. Pesha e Kiswas arrin rreth 670 kg, prej të cilave 10 kg janë vetëm fije ari të pastër. Ngjyra e zezë nuk është zgjedhur për rastësi. Ajo simbolizon madhështi, solemnitet dhe respekt të thellë. Origjina historike e Kiswas. Historia e mbulimit të Qabes është shumë e vjetër. Sipas burimeve historike, mbulimi i Qabes ka ekzistuar dhe para profetit Muhammed a.s. Disa transmetime tregojnë se mbreti i Yemenas, Tuba el-Himyeri, ishte ndër të parët që e mbuloi Qaben shekuj përpara. Megjithatë, Islami e sistemoi dhe e shenjtëroi këtë praktikë. Kiswa në kohët e profetit Muhammed a.s. Kur profeti Muhammed a.s. hyri fitimtar në Mekë në vitin 630, Qabja ishte e mbuluar. Ai nuk e hoqi mbulesën, por e respektoi këtë traditë. Profeti a.s. e mbuloi Qaben me rroba yemenase, sipas disa transmetimeve, dhe praktikën e vazhduan halifët pas tij. Kjo tregon se Islami nuk e refuzon traditën, por e pastron dhe e drejton atë drejt adhurimit të Allahut. Kiswa në kohën e halifëve. Halifi Omer ibn Khattab, radiallahu anhu, ishte nga të parët që e bërin ndërrimin e Kiswas praktik të rregullt. Më vonë, gjatë periudhës Umejade dhe Abasite, Kiswa u bë gjithnjë më e sofistikuar. Ngjyrat të ndryshonin, herë bardhë, herë kuqe, herë jeshile. Vetëm në shekujt e mëvonshëm u vendos përfundimisht ngjyra e zezë, e cila vazhdon edhe sot. Kiswa në kohët moderne. Sot, Kiswa prodhohet ekskluzivisht në Mekë, në fabrikën mbretërore të Kiswas, nën kujdesin e mbretërisë Arabi Saudite. Procesi i prodhimit zgjat rreth një vit të plotë dhe përfshin endjen e mëndafshit, ngjyrosjen, qëndisjen e ajeteve, kontrollin e detajuar artistik. Çdo vit, më 9 Dhulhixhe, gjatë ditës së Arafatit, Kiswa e vjetër hiqet dhe vendoset Kiswa e re. Çfarë ndodh me Kiswan e vjetër? Kiswa e vjetër nuk hidhet. Ajo pritet në copa të vogla dhe dhurohet institucioneve islame, personaliteteve, muzeve dhe vendeve të ndryshme, si shenjë nderimi, jo si objekt adhurimi. Domethënia fetare e Kiswas. Në Islam, Qabja nuk adhurohet, por është drejtimi i adhurimit. Edhe Kiswa nuk ka vlerë për vetveten, por për atë që përfaqëson. Kurani thotë: kush i madhëron simbolet e Allahut, kjo vjen nga devotshmëria e zemrave. Surja Hajj 32. Kiswa është një nga këto simbole, një shenjë respekti ndaj shtëpisë së Zotit. Çdo vit miliona besimtar e shohin Qaben të mbuluar me Kiswan e saj të zezë, por mesazhi është i qartë. Madhështia nuk është në ar, as në mëndafsh, por në bindje ndaj Allahut. Kiswa mbulon gurët, por zbulon kuptimin e përulësisë njerëzore përballë krijuesit. Dhe kështu, çdo pije e saj tregon një histori besimi, histori përkushtimi dhe histori që vazhdon prej shekujsh.